Ka Prizreni. Prizreni do shndroni ditë në Vlorë? Jo, vetëm kemi ardhur për kalu ditën. Për të parë qytetin e Vlorës. Si ju duket qyteti i Vlorës? Qyteti i Vlorës është shumë i bukur dhe është shumë i pastër. Po në krahasim me Durrësin, nga ana e bukurisë. Është më i bukur. Është më i bukur Vlora. Keni një përshëndetje për të rinjtë shqiptarë apo kosovarë? Të jenë sa më të dashur ndaj të gjithë popujve të tjerë. Bravo! Prizreni do shndroni ditë në Vlorë? Jo. Po keni ardhur thjesht për të parë Vlorën. Si ju duket Vlora nga ana e bukurisë? Shumë. Po në ndryshime e Durrësit kush më i bukur, Vlora apo Durrësi? Vlora. Përshëndetje, si jeni? Vlora më e bukur. Po. Më pastër. Pastër po më e pastër. Përshëndetje nga cili qytet jeni ardhur? Nga Prizreni. Nga Prizreni do shndroni në Vlorë ditë apo do ikni? Edhe pak, një gjësore të qëndrojmë dhe shkojmë në Durrës. Në Durrës, po shkojmë në Durrës, po si ju duket qyteti i Vlorës? Qyteti i Vlorës, shumë bukur. Po në krahasim me Durrësin, çfarë pat në Durrës e çfarë po shkoni në Vlorë? Tash mund të gjetë dallim, Shqipëria është përgjithësi i mirë. Faleminderit. S'ka gjë. Keni ardhur? Nga Prizreni? Nga Prizreni do shndroni ditë në Vlorë? Jo, kemi ardhur vetëm për ta vizituar gjatë ditës. Po shndroni apo? Jemi duke qëndruar në Në Durrës. Po, në Durrës. Ju dëgjuar. Po, Si ju duket qyteti i Vlorës? shumë mirë. Po në krahasim me qytetin e Durrësit, çfarë pat ndryshim? Në fakt jemi duke qëndruar në Golem. Po. Nga ana e pastërtisë, infrastrukturës. Vendi ku qëndrojmë ne është shumë pastër, higjiena, gjitha ushqimi. Po pse jo? Do ishte një përvojë e mirë. Përshëndetje për të rinj shqiptar. Thjesht shfryzoja një kohën, mirë po jo pa mësuar, sepse pa dije nuk ka asgjë. Pastaj nga gjithaj mund shfryzoja një edhe për të kënaqur. Kaq. Po. Po duhet të them. Prizreni. Do qëndroni ditë në Vlorë? Jo, kena arë për shëtitja, kështu që janë. Jena nga Prizreni, kena arë me shëtit, jena të vendosur në Durrës, sot në Vlorë, 1-2 orë. Si ju duket qyteti i Vlorës? Shumë bukur, shumë bukur. Po në ndryshime Durrësin apo Vlora, çfarë ndryshimi ka si? Nga ana e infrastrukturës apo nga ana e pastërtisë? Vlora duken më si kosovarë, Durrësi pak rrëmuj. Pak rrëmuj. Vlora duket më e bukur për këtë. Një përshëndetje për të rinjtë shqiptar apo kosovarë. Për të rinjtë jemi një, ju duam dhe apo. Faleminderit. Ne kemi ardhur nga qyteti i Prizrenit. Kemi ardhur me një shëtitje bashkë me shkollën, jemi maturanta. Në fakt kemi qëndru këtu edhe 2 ditë, gjithë bashkë për 1 javë. Jemi duke qëndru në Golem. Ju do qëndroni në Vlorë apo diku tjetër? Jo, qëndrojmë në Golem, jemi në Durrës. Si ju duket qyteti i Vlorës? Nga gjithë ato që kemi vizituar nga Gjirokastra, Berat, më la përshtypje mjaft mira. Faktikisht s'kam qenë asnjëherë më parë, që u jashtë masës. Këtu mund shtëpia pavarësisë, diçka ishte e bukur, për dallim nga tjerë. Lora, një përshëndetje për të rinj keni? Do them që ta duan vendin e tyre, ta ruajnë, të respektojnë të tjerët kaq. Faleminderit. Faleminderit. Si ju duket qyteti i Vlorës? Shumë bukur. Ju pëlqeu? Po. Po një përshëndetje për të rinj keni? Gjithë të mirat e Shëndetje. Po ti stas mirë, ma. As shefe, pas aliaj. Karin da gjithas